Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hiqni qimet e fytyrës përgjithmonë me këtë maskë, rezultati do ju befasojë. Ditëve të sotme shumë femra duan të heqin qimet e fytyrës, por gjithashtu ato janë një pjesë ndikuese edhe në gjendjen e tyre emocionale. Fatmirësisht në këtë video do ju paraqesim disa mënyra natyrale të cilat ju ndihmojnë në lehtësimin e këtij shqetësimi. Qimet e padëshiruara në trup frekuentohen kryesisht edhe në fytyrë, në duar, në këmbë dhe në shpinë, dhe janë një nga problemet më të mëdha kozmetike që përballen çdo ditë shumica e njerëzve. Disa nga shkaqet më të zakonshme për qimet e padëshiruara janë medikamente të caktuara, mosbalancat hormonale, shtatzania, ciklet menstruale të çrregullta. Në ditët e sotme ka teknika të shumta të heqjes së qimeve, depilimi, elektroliza, heqja me lazer e të tjera. Por të gjitha janë shumë të shtrenjta, jo gjithmonë japin rezultate të dëshiruara. Ky trajtim natyror që ne japim është gjithashtu një zgjidhje jo vetëm e lirë, por jashtëzakonisht efektive. Hidhini një sy kësaj recete deri në fund të videos. Përbërësit që ju duhen janë një filxhan me vaj bebeje, një lugë gjedhe me jod 2% dhe përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Ajo çfarë ju duhet është të i përzjeni të gjithë përbërësit. Merrni përzierjen e fërkoni në zonën e prekur për 2 minuta. E lini të qëndrojë për 5 minuta derisa të japë efektet e saj. Pastaj përdorni një leckë të lagur për ta larguar atë. Përsëriteni këtë trajtim për disa ditë me radhë dhe do të vini re shumë shpejt se qimet tuaja gradualisht do të bëhen më të holla dhe do të zhduken përfundimisht nga fytyra juaj. Ka shumë mënyra për të zhdukur qimet ose pushin e fytyrës, disa prej të cilave mund të bëhen edhe vetë në shtëpi. Disa nga këto trajtime janë të shtrenjta, por edhe të parehatshme, ndërsa disa të tjera janë të lira. Në këtë video do të listojmë edhe zgjidhjet më të mira kundër këtyre problemeve sipas Bright Side. Depilimi. Depilimi është një nga alternativa më të mira për heqjen e çimeve të padëshiruara të fytyrës. Mund të përdorni disa strisha që i gjeni në çdo dyqan me produkte kozmetike ose një lloj dydhi profesional, i cili është enkas për depilimin e çimeve të fytyrës. Pas përdorimit të dyll, lëkura është e butë, por disa mund të krijojnë edhe puçra. Gjithashtu mund të bëni edhe depilimin me sheqer. Është një metodë përgatitur vetë që heq edhe qimet nga rrënja. Është një metodë pak e dhimbshme, por mund të bëhet me çdo lloj sheqeri. Por gjithashtu mund të blesh edhe lloj sheqeri enkas për depilimin për të përgatitur vetë në shtëpi ose në qendra estetike mund ta kërkoni një të tillë. Është një mënyrë që pastron shumë më mirë qimet e fytyrës. Ju mund të përdorni gjithashtu kremin e depilimit. Kremrat e depilimit mund t'i gjeni rëndom në çdo barnatore. Janë alternativa të mira për të hequr qimet e fytyrës, ndonse nuk i heqin ato nga rrënja. Mënyra e përdorimit është mjaft e thjeshtë. Prapni kremin e bardhë në të gjithë sipërfaqen ku keni qime, më pas disa minutash qimet janë zhdukur. Disa kremra që përmbajnë kimikate të forta mund t'japin edhe alergji të lëkurës, ndaj me to duhet të keni më shumë kujdes. Peri. Kohët e fundit depilimi me pej i vetullave dhe i buzëve të sipërme është një metodë mjaft efikase, por këtu mund të ketë diçka. Fijet mund të lëndojnë lëkurën tuaj, prandaj duhet ta përdorni më shumë kujdes. Gjithashtu është e rëndësishme që të përdorni zgjedhje sa më të mira natyrale për të evituar kështu edhe skuqjen e lëkurës. Të kesh pak qime në fytyrë është zakonisht dhe normale, por në disa raste në fytyrën tuaj mund të shfaqen qimet e errta dhe të ashpra dhe ju duhet të gjeni veten duke u drejtuar piskatoreve pothuajse çdo ditë. Kjo gjendje e pakëndshme quhet hirsuturizëm dhe shpesh shkaktohet nga çekulibrat hormonal. Edhe pse depilimi dhe heqja e qimeve me lazer mund të ndihmojë për të hequr qafe qimet e padëshiruara, ka disa mënyra natyrale për të reduktuar ato që mund t'i japin edhe shumë efektivitet. Pini çajin e mentes. Çaji i mentes ka erë dhe shije të mrekullueshme dhe përveç se qetëson nervat, mund të zvogëlojë numrin e hormoneve mashkullore që rrjedhin nëpër gjak. Për shkak se hormonet mashkullore janë përgjegjëse për qimet e padëshiruara të errta të fytyrës, ulja e niveleve të tyre mund të ulë edhe rritjen e padëshiruar të qimeve. Studimet kanë treguar se pirja e 2 filxhan me çaj mente në ditë mund të ngadalësojë rritjen e qimeve të fytyrës. Provoni vajrat e livandos dhe pemës së çajit.
Vajrat esencial janë përdorur për kujdesin e lëkurës për shumë vite dhe disa prej tyre mund të jenë mjaft efektive kundër çimeve të padëshiruara të fytyrës. Aplikimi lokal i vajrave të livandos dhe pemës së çajit me të vërtetë zvogëlojnë sasinë e çimeve të tepërta. Përpiquni të eliminoni yndyrnat trans. Biskotat e shijshme dhe çokolladat nga furra juaj më e afërt mund të përmirësojnë humorin, por kanë shumë mundësi që ato të përmbajë yndyra trans, ashtu si shumica e produkteve të pjekura komerciale. Përveç rritjes së niveleve të kolesterolit dhe rritjes së rrezikut të sëmundjeve të zemrës, yndyrat trans mund të kontribuojnë gjithashtu në rritjen e çimeve të padëshiruara. Bëni më mirë që të gjeni pak kohë për të ushtruar trupin tuaj. Për shkak të qenit mbi peshë, kontribuoni në rritjen e tepërt të çimeve në fytyrë. Humbja e vetëm 5% e peshës trupore mund të balancojë hormonet tuaja dhe të zvogëlojë ndjeshëm çimet e fytyrës, por sigurohuni që të zgjidhni llojet e ushtrimeve që nuk rrisin nivelin e testosteronit si kardio dhe shmangni këto stërvitje me intensitet të lartë, siç është edhe ngritja e peshave. Merrni parasysh akupunkturën. Akupunktura është një mënyrë e shkëlqyer për të çlodhur dhe për të lehtësuar stresin dhe përveç se ju bën të ndjeni më të freskët, ndihmon për të reduktuar rritjen e padëshiruar të çimeve. Studimet kanë treguar se akupunktura mund të zvogëlojë densitetin dhe gjatësinë e çimeve të padëshiruara dhe të ulë nivelin e hormoneve maskullore. Pini mjaftueshëm ujë në dietën tuaj. Të qenit i hidratuar është thelbësor në shëndetin dhe në bukurinë tuaj. Pirja e mjaftueshme e ujit përmirëson metabolizmin tuaj. Ndihmon lëkurën tuaj të qëndrojë më e re, më gjatë dhe ofron përfitime të tjera shëndetësore duke përfshirë parandalimin e rritjes së tepërt të çimeve në fytyrë. Konsumi i 6 deri në 8 gota ujë të filtruar në ditë ndihmon në përmirësimin e gjendjes suaj dhe lehtëson kështu shqetësimet që mund t'i lindin lëkurës suaj. Është e rëndësishme që në rast se vuani nga problemet të përsëritura të çimeve në fytyrë, duhet t'i drejtoheni ato tek një estetist ose një specialist i përdorimit të mirë të alternativave të duhura. Gjithashtu, rritja e tepërt të çimeve të gratë zakonisht shkaktohet nga rritja e hormoneve të quajtur androgjen. Është mjaft e zakonshme dhe prek 5 deri në 10% të popullatës femërore. Dallimi kryesor midis çimeve më tipike në trup dhe në fytyrën e një gruaje dhe çimeve të shkaktuara nga hirsutizmi është tekstura, kur shkaktohen nga hirsutizmi, flokët në fytyrë, krahas gjoksit, stomakut, shpinës ose në pjesë të tjera mund të jenë më shumë të errëta dhe më të trasha. Dalja e çimeve është një gjendje e zakonshme që prek pjesën e madhe të popullatës. Prania e çimeve të tepërta në trup mund të çojë në ndjenja të këqija, por gjendja më të vërtet nuk është e domosdoshme dhe e rrezikshme. Megjithatë, ekuilibri hormonal që mund të çojë mund të komplementojë gjithashtu edhe shëndetin e një personi. Dalja e tepërt e çimeve nuk është e njëjtë, e cila i referohet çimeve të tepërta në zonat ku varet edhe nga hormoni androgjenit. Gratë mund të kenë çime të tepërta në trup ose në fytyrë për shkak të niveleve të larta normale të hormoneve androgjen. Këto hormone përfshijnë testosteronin dhe androsteronin. Të gjithë individët prodhojnë androgjen, por këto nivele zakonisht mbeten të ulta tek gjinia femërore. Megjithatë, nëse lëkura e një gruaje befas bëhet më e ndjeshme ndaj androgjenëve ose trupi i saj fillon të prodhojë këto hormone të tepërta, ajo mund të zhvillojë daljen e tepërt të çimeve. Për këtë mund të nxitet gjithashtu edhe situata stresuese. Është e rëndësishme që për të evituar një problem të tillë të zgjidhni mjete alternative. Gjithashtu, ndryshimet hormonale dhe medikamentet të caktuara mund të jenë ndikues të drejtpërdrejtë të daljes së çimeve të tepërta në fytyrë. Disa ilaçe steroide ose pilula të kontrollit të lindjes mund të bëhen edhe me shkaktimin e niveleve të daljes së tepërt të çimeve në fytyrë. Ilaçe të tilla mund të shfaqen gjithashtu edhe probleme të tjera në shëndetin tuaj dhe duhet të tregoni më shumë kujdes me përdorimin e tyre. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.